Zoti kryetari i Parlamentit, pa dash të bënd të reflektojnë, kur kam hyrë për herë të parë në Parlament, Partia Socialiste është përfaqësuar nga Fatos Nano, Dritër Agolli, Profesor Servet Plumi, Namik Dokle e tjerë. Që të përfundojnë Partia Socialiste në parafolsit nuk e kisha imagjinu kur. Nuk mund ta kisha imagjinu kur. Tani, keq përdorimi që i bëni deputetëve për të firmosur ndryshime në ligjet që ju i keni futur sot në rendin e dis, i keni në kalendar dhe në program, është gjëja më e rëndë që mund të realizohet nga një kryeministër. Sot keni futur në rënd të ditës atë që ju quani me një emër shumë të bukur, ligji për qeverisjen elektronike. Në fakt është ligj mafjet. Siç është një ligj i tmerrshëm ndryshimet për kodin e procedurës penale, që është një ligj që mbron veten kur drejtësia të troket tek zyra jote. Në fakt, ligjvënësi i vërtet në këtë sallë dhe në anën e majtë është frika. Ju sot keni frikë. Ju sot keni frikë, prandaj ndryshoni ligjin për kodin për procedurën penale për t'i dhënë vetes si super imunitet. Ju sot keni frikë sepse ndryshoni ligjin për akshin për të justifikuar praktikat korruptive të mëparshme duke menduar se ato do të bëhen të ligjme. Ju keni frikë sepse ju keni sjell propozimin për ligjin për portet dhe portilet që është një tjetër akt korrupsioni super mafios, që kërkoni të justifikoni të gjithë praktikat super korruptive përmes amendimeve që ju po bëni sot. Dhe përveç këtyre, keni amendime të tjera, qoftë për parqet e Duranës, që kërkoni edhe një herë se nuk jeni ngopur akoma, që të merrni pa taksa, pa dogana, të gjithë klientelet tuaj. Kjo takëri me krimin në formën më mafioze është gjëja më e pa imagjinueshme në një shtet që presupozohej që do të kishte transparencë, do që heq transparencën, që presupozohej se do të kishte garë, po ka zhduk konkurrencën. Në një shtet që prej 28 vitësh ka kryeministrin e ekzekutiv herë në pozitën e kryetarit të bashkisë, herë të qeverisë, por pushtetet e gjata të marra përmes procedurave fars elektorale, fillojnë dhe mendojnë se ato janë të përjetshëm, por koha ka tregu se kundër ta ndodh. Ndaj dhe ligjvënësi i vërtet sot është frika. Ju keni frikë. Prandaj firmosni çdo gjë. Ju keni frikë dhe doni mbrojtje kur ato trokasin te dera. Nuk është drejtësia kur i një grup shteti. Përkundrazi, është kufizimi i pushtetit dhe ju këtë si koncept nuk e pranoni kur. Të përfundoj fjalën. Fliheni si popcorn këtu. E dashur Jozefin, ti duhet ja dish për falemnderit doktorit se luli të kapi prej zhelesh edhe të qiti jashtë. Unë e kuptoj që ti ke nostalgji për atë kohën tënde, ishte koha të arta ato, por e dashur zonjë, gjërat kanë ndryshuar tani. Jemi në një epokë tjetër, nuk jemi më në ato epokën tënde kur të kapje prej zhelesh e të qisje jashtë nga atje lart. Falemnderit. Faleminderit. Pika e tretë, interpelancë me Ministren e Ekonomisë dhe Inovacionit.